Punojësit e pastrimit në Vlorë paralajmërojnë një tjetër protestë në ditët në vijim, për shkak se si kundërthon, ende nuk kanë plotësuar kërkesat e tyre për rritje të pagave dhe për përmirësimin e kushteve të punës. Unioni i Sindikatave, nëpërmjet Sindikatës së Punojësve të Shërbimeve Publike Vlorë, si përfaqësuese lishme e punojësve, po ndjek me vëmendje situatën e krijuar në ndërmarrjen e pastrim gjelbërimit Vlorë, mbas riorganizimit të sektorëve të shërbimeve të pastrimit dhe gjelbërimit. Ky riorganizim i njëanshëm dhe i papërgjegjshëm ka sjellë shkelje të hapura të drejtave të punojësve, pasiguri në marrëdhëniet e punës, përkesim ekstrem të kushteve të punës dhe mos respektim flagrant të legjislacionit të punës në fuqi. Këto veprime janë të papranueshme dhe përbëjnë një goditje të drejtë për drejtë ndaj dinjitetit të punojësve të kësaj ndërmarrjeje. I kërkojmë Bashkisë Vlorë të ndalojë menjëherë çdo praktikë abuzive dhe të ndërmarrë pas një vonesë masa konkrete për njohjen e menjëhershme dhe të plotë të vjetërsisë në punë për të gjithë punojësit, për caktimin e qartë, të shkruar dhe të detyrueshëm të pozicioneve të punës, detyrave funksionale dhe orareve të punës për secilin punonjës, sigurimin urgjent të kushteve minimale të punës, të cilat aktualisht janë në çdo standard ligjor dhe njerëzor, duke rrezikuar seriozisht shëndetin dhe jetën e punojësve. Rikthimi dhe pagesën e antidotës në vlerën 7.000 lekë, si e drejtë e fituar dhe mohuar padrejtësisht. Në rast se këto kërkesa nuk plotësohen menjëherë, Unioni i Sindikatave dhe Sindikata e Punojësve të Shërbimeve Publike Vlorë do të ndërmarrin të gjitha format e veprimit ligjor dhe sindikal. Të drejtat minimale bazike të punojësve nuk janë objekt negocimi. Punojësit e pastrimit duhet të trajtohen si të gjithë punojësit e tjerë të Bashkisë Vlorë, shpreh Unioni i Sindikatave përfaqësuese, të cilit kanë zhvilluar një takim së fundmi në Vlorë.